Gazetarja Ola Bruko dhe Endri Prifti janë një nga çiftet më simpatike të showbizit. Megjithatë, pas lidhjes së tyre, ajo që është vënë re është fakti që Ola është sulmuar shpeshherë si vajza që la bashkëshortin për t'u hedhur në krahët e këngëtarit. Edhe pse atë që ka ndodhur e di më mirë vetëm çifti, gazetarja është prekur nga komente negative në emër të saj. Si rrallëherë, Ola ka vendosur të flasë që t'i jap fund të gjitha thashëthemeve për jetën dhe divorcin e saj. Ajo tha se së bashku me Endrin kanë hapur një biznes dhe ndihen shumë mirë në krah të njëri tjetrit. Endri është një njerëz solar, me halle por i qeshur. E kanë paragjykuar për stilin e jetesës, por askush nuk e ka njohur shpirtin e tij. Si zemra e Endrit nuk ka në dynja. Endri është i vërtet, edhe kur bën një gabim, ai ta thot në sy pa ju dridhur qerpiku. Ndërsa këngëtari u shpreh se ne kemi një familje të madhe, ku përfshiu 2 fëmijët e tij dhe 2 fëmijët e Olës. Më pas, gazetarja ka folur edhe për ndarjen nga bashkëshorti. Ajo tha: "Kur unë u lidha me Endrin, kam qenë ndar nga ish bashkëshorti im dhe nuk kam pasur asnjëherë një lidhje paralele. Njerëzit më pyesin pse unë ndave nga burri dhe unë sot kam vendosur që t'i përgjigjem publikisht. Unë me ish bashkëshortin kishim mosmarrveshjet tona dhe vendosëm të ndaheshim. Tani, ju doni të dini arsyen dhe unë po ju them, këto janë gjëra që na përkasin vetëm ne të dyve dhe nuk duam t'i bëjmë publike. Mes një çifti ka gjëra private që mbeten tonat. Arsyen e ndarjes e dim vetëm ne të dy dhe kjo do të mbetet mes nesh. Hiqni dorë nga mania që njerëzit të flasin për gjërat personale që nuk duan t'i ndajnë me të tjerët. Ne kemi vendosur të mos flasim për këtë pjesë dhe lutem të na mirëkuptoni. Unë nuk i kam syt nga e kaluara, por nga e ardhmja dhe falenderoj Zotin që tashmë Endri është bërë pjesë e jetës time." Ola dhe Endri kanë zgjedhur të jetojnë të vërtetën e tyre, larg shurmës së botës. Por, a është e lehtë të ndërtosh një jetë e re kur e kaluara përdoret kundër teje? A është e drejtë që personazhet publik të japin llogari për jetën e tyre private? Na tregoni mendimet tuaja në komente.